Kryerët e organeve të drejtësisë raportuan sot përpara deputetëve në seancë plenare, por ju desh të prisnin gati 3 orë pas debatit mes deputetëve nëse do të lejohej apo jo t'i drejtonin pyetje të drejtë për drejta kryerëve të drejtësisë. Të vetmit që kishin pyetje për drejtuesit e institucioneve të drejtësisë ishin përfaqësuesit e opozitës, të cilët për kreun e SPAK, Prokurorisë së Përgjithshme dhe ILD kishin përgatitur 100 pyetje në lidhje me ato që ata i cilësojnë afera korruptive dhe zyrtar të qeverisë të akuzuar për vepra të ndryshme penale. Lidhur me çështjen e inceneratorëve që nuk e ka marrë ende si panderur zotin Veliaj, dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Nga ka përpjekje të SPAK për të kërkuar një dëshmi të ish kryeministit Arben Ahmeti nga Zvicra, patjetër në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurorinë e posaçme, është më se i mirëpritur. A e keni dëgjuar ju ultimatumin e kryeministit Edi Rama, thënë publikisht në shkurt 2025, që SPAK mos guxojë të dalë në terren dhe t'i afrohet partive politike në fushat. SPAK ka verifikuar çdo pretendim të kallëzuesve. Qoftë në rastin kur kallëzuesit kanë qenë subjekte politike, rastin kur kallëzuesit kanë qenë qytetarë shqiptar, madje edhe kallëzime anonime apo institucione shtetërore. Këto kallëzime penale kanë patur për objektiv punësimin e paligjshëm, ajo që quhet asfalti elektoral apo dhe përdorimi i administratës publike. Për një gjë jeni të sigurt që unë do të vazhdoj të jem prokurori i Republikës së Shqipërisë edhe pas mbarimit të mandatit në vjeçar, kuptohet, po na la Zoti jetë. Mirëmbrëma në Top Story. Dita e sotme parlamentare ishte parashikuar dhe vijon, besoj, dhe në këto çaste që ne kemi nisur Top Storyn me orë e orë të gjata të raportimit të institucioneve të drejtësisë ndaj parlamentit. Ka nisur me një lojë ping-pongu midis palëve ku është pretenduar nga majoranca që duke respektuar në thonjza traditën më të mirë, të cilën unë kam bindje që edhe në pak minuta do të mund ta paraqesim nëse është kjo tradita parlamentare ose jo, pra traditën më të mirë të mëparshme, do të ndaloheshin që deputetët të mund t'ja bënin me gojë verbalisht pyetjet hierarkëve të sistemit drejtësisë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë deri më sot në memorien e atyre që e njohin parlamentin, që kjo tradita më e mirë të jetë që deputetët vetëm depozitojnë pyetjet, sepse ndodh që depozitimi i pyetjeve është në një kohë caktuar më përpara se sa krerët e institucioneve drejtësisë të shfaqen aty, dhe pavarësisht kësaj aktualiteti mund të thrasë për shumë më tepër pyetje se aq, sepse siç do të shikoni apo mund ta keni ndjekur, edhe kur kanë raportuar dhe kanë dhënë përgjigjet e tyre në parlament, ata që drejtojnë institucionet drejtësisë nuk kanë pasur përgjigje shtëruese. Në statistika kanë thënë që mund t'ju asjellin më vonë, nuk kanë pasur përgjigje shtëruese në disa çështje, kanë thënë mund t'ju informojmë më vonë, çka do të thotë që elementi i surprizës apo i papregaditjes ka qenë edhe në pyetjet e ngritura me letër dhe të paraqitura më parë. Po se çfarë fshihej në këtë metodik dhe në këtë taktik, do duhej shumë kohë që ne ta zbardhim dhe ta analizonim gjatë, sepse vlen për të kuptuar ku qëndrojnë palët, kush u tërhoq, kush nuk u tërhoq, kush bëri vetëm heshtjen dhe kush tjetër në fakt nuk pyeti fare. Në insertin ton e nisëm duke qartësuar që kanë qenë vetëm deputetët e opozitës që kanë pasur pyetje për të gjithë krerët e drejtësisë. Se përse nuk ka pasur majoranca, sepse majoranca nuk pyeti për asgjë në raport me hetimet, kjo është një gjë për t'u analizuar. Se përse deputetët e opozitës nuk pyetën përveç se për çështjen e Berishës, se pse hetohet dhe se si po hetohet, për asnjë çështje tjetër, sa i përket të vetëvet, asaj që opozita duhet ta ketë si credo morale, çështjen e qenurit e pastër në hetime, se përse dhe ata nuk pyetën për hetimet brenda vetes, kjo është një çështje që duhet analizuar dhe jo vetëm kaq. Dumani dha disa përgjigje, të cilat kanë të bëjnë me çështjet në hetim, por jo vetëm kaq. Ka shumë më tepër për të thënë dhe do ta ndjekim në ditët në vijim se çfarë analize politike do të rrjedh nga
ajo që po ndodh me çështjet nën hetim. Kam kënaqësinë kem në studio Anila Hoxhën, mirëmbroma, Robert Rakivllari, mirëmbroma, Arjan Curri, mirëmbroma, Ervin Karamuço, mirëmbroma. Lemrojmë që kjo është nisja e Top Story, do të kemi një çështje tjetër e cila ka tërhequr shumë vëmendjen e publikut sa i përket një volejbolliste, gjinisë së saj dhe disa elementë tjerë që janë tërhequr vëmendja një klubi volejbolli. Rakivllari, si e pet ditën e sotme e cila vijon? Çfarë ishte për publikun me vlerë, çfarë ishte për publikun e pa parë ose e pa dekriptuar? Atëherë, dita e sotme e parlamentit ishte një ditë ku pakti Rama-Berisha ishte shumë i qartë, pra duke nisur nga miratimi, duke bashkuar votat për miratimin e dy komisioneve për reformën zgjedhore dhe për reformën territoriale, duke vazhduar pastaj mëtej me raportimin e krerëve të institucioneve të drejtësisë. Pse e them këtë? Sepse nisur nga, do të thënë, u bë një debat, u bë një teatr që do t'ja bëjmë pyetjet vet apo duhet t'i lexojnë ata etj. Duke sigur maxhoranca nuk donte që pra në pamje të parë, duke sigur maxhoranca nuk donte që ajo që të bëj gjyqi, siç thanë ata krerëve të sistemit drejtësisë, bëj kryesisht fjala për Dumanin, sepse me krerun e prokurisë përgjithshme dhe me këta që po raportojnë në këto momente KLP etj. Nuk besoj që ka pasur, nuk besoj, por nuk ka pasur atë interes që kishte për drejtuesin e SPAK-ut, zotin Altin Dumani. Dhe më tej pastaj në mënyrë të paprecedent, siç e the ti në hyrje të emisionit, u vendos që do të lexonte ai pyetjet, domethënë edhe përgjigjet, por ama pastaj deputetët kishin të drejtë 2 minuta. Të bënin ato pastaj kjo 2 minutë, që pastaj është histori që unë ndoqa me vëmendje, si ishte fare 2 minuta, por dhe pastaj deputetët do t'i thoshin atij që çfarë mendimi kishin ata mbi përgjigjet që u kishte dhënë ai. Ndërkohë që ai ishte më aty ose secili nga ato ishte më aty ishte ulur në lozh. Jo, ai ishte aty, domethënë po deri në moment caktuar dhe pastaj u largua. Tani çku qëndron problemi? Po pak kthim përgjigje pra. Unë di që pas asaj që ndodhi në komisionin e raportimit në komisionin e ligjeve, ka pasur një shqetësim nga faktorët ndërkombëtar në raport drejtuar parlamentit për mënyrën se si deputetët që kanë dhe konflikt interesi, pra që të gjykohen vetë, e pyesnin dhe i kërkonin llogari drejtuesit të SPAK-ut në komisionin dhe replikonin me të në komision parlamentar, ku do të thënë para një jave, 2 javësh kur ndodhi ky raportim. Dhe pastaj domethënë ai përgjigje ata i replikonin etj gjatë gjithë kohës dhe maxhoranca aty pothuajse hapi krahun në raport me deputetët e opozitës. Pra, e la opozitën po diskutim. Dhe ka pasur sigurisht ka pasur një shqetësim shumë madh drejtuar, domethënë nga në mënyrë diplomatike ndaj parlamentit për këtë lloj mënyre raportimi, sepse praktikisht është raportim dhe jo kërkesë llogarie ndaj deputetëve. Nëse kanë qenë ndërkombëtarët apo diplomatët që pas kanë adresuar këtë shqetësim, atëherë është pakt PDPS, siç më the deri tani. Është pakt sepse domethënë megjithse domethënë u shkua drejt kësaj logjikës që do t'i lexonte ai pyetjet, do t'i përmblidhte pyetjet, do kthente edhe përgjigjet, prapë deputetëve ju la 2 minutë në fund për të bërë komentin e tyre. Këtu pastaj ishte një histori. Këtu pastaj ishte një histori ku deputet në 2024 me këtë çështje. Si është raportuar, si është pyetur po? Ka vetëm një ndryshim që nëse u la 2 minuta dhe pastaj domethënë atyre ajo binte ajo e në parlamentit për të ndaluar fjalën dhe askujt nuk i ndaloi fjala. Do ta dimë që kur ka nisur ky parlament deri tani, deputetëve të opozitës nuk ju është falur as 1 sekond për te procedurë. Në këtë rast u la çdo lloj akuze e mundshme, mashtrues, ordiner, padron Ramën, vrasës etj. Gjitha akuzat aty u bën menjëherë pas raportimit.